me shpejtësi, ndërsa ekonomia globale dhe investitorët janë përfshirë nga pasiguria. Aktualisht janë 4 lufta që po ndodhin në botë. Konflikti Rusi-Ukrainë që ka nisur më 22 shkurt të vitit 2022. Konflikti Izrael-Hamasi nisur më 23 tetor 2023. Konflikti Izrael-Iran që ka nisur më 15 prill 2024 dhe lufta tregtare në Trump. Sulmi sotëm i Izraelit mbi Iranin ka ngjallur pasigurit forta në tregje. Bursat në gjithë botën kanë pësuar rënje. Nafta është rritur ndjeshëm deri në $98 për fuqi, niveli më i lartë i këtij viti. Luhati kanë pësuar dhe tregjet e kapitalit, ndërsa efektet do të ndihen edhe tek çmimet e mallrave. Nëse ky konflikt vazhdon të përshkallëzohet, pasojat do t'i vuajë dhe ekonomia shqiptare, e cila importon pjesën më të madhe të produkteve që konsumon. Ndikimi do të ndihet përmes partnerëve tregtar, pritje të rënje investimeve të huaja dhe pasiguri globale, rritje çmimeve të mallrave të konsumit, rënje turizmit dhe remitancave, mundësi të kufizuara për rritje eksportesh si dhe efekte në kursin e këmbimit. Për të analizuar situaton dhe pasojat që do të ketë ekonomia globale dhe ajo shqiptare, nga sulmet e Izraelit mbi Iran, por jo vetëm, edhe nga përshkallëzimi në tërësi i konflikteve globale, kam në studio zotin Artan Gjergji, ekspert për tregjet financiare. Mirë se erdhe, Artan. Mirë se u gjeta. E papritur kjo që ndodhi sot, ndërkohë që reagimi i bursave në gjithë botën i menjëhershëm. Ndodh zakonisht sa herë që ka konflikte, sa herë ka deklarata të forta, shoqërohet me pasojë ekonomike. I papritur ishte për tregjet ndoshta, sepse në aspektin e politikës dhe gjeopolitikës, Izraeli kishte vite që këmbëngulte në lidhje me planin bërthamor të Iranit, paralajmëronte për goditjet fuqishme të njanshme, pra të pa koordinuara me aleatet e tjera, me strukturat e tjera ndërkombëtare, kështu që ndoshta na zuri papritur në këndvështrimin e tregjeve, nëse fokusohen vetëm tek tregjet financiare. Megjithatë, ne e dimë që në një botë globale, në kushte e zhvillimit të teknologjisë informacionit, tashmë tregjet janë shumë të integruara. Normalisht rënja ose ndikimi ishte pak më i lehtë në bursat aziatike, sepse po ndodhte gjatë kohës që bursat ishin të hapura, ndërkohë që në tregjet e tjera u pasqyrua më fuqishëm. Pra, po, se ishte në hapje, për shumë nafta me njëherë në... Për shkak të orareve e gjëra. Kështu që në tregjet europiane dhe sidomos në tregjet e Amerikës normalisht këto ndihet akoma më shumë në vimësi tashmë, sepse jemi në mesdrek, kështu që tashmë realisht indikatori kryesor është janë bursat në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në fakt, Dow Jones që në momentin që u hap kishte një rënje me minus 0.8%. Sepse Dow Jones është indeksi zakonisht tregton 24 orë, kështu që është gjithë kohës live, është ndërvepruese, po që thelbi kryesor këtu që na kuptojnë dhe qytetarët, thelbi kryesor këtu janë impakti që luftrat japin mbi tregjet e mallrave. Dhe nafta është një ndër mallrat kryesorë që tregtohet nëpër tregje, sepse është lëndë e parë që përdoret në gjithë industritë. Kështu që në momentin që preket çmimi i naftës, automatikisht fillojnë ndikimet në të gjithë aspektet. Pra, nëse shohim me syrin e konsumatorit, fillon ndikimi deri në hallkën fundore të konsumatorit final. Pra, gjithë agentët ekonomik fillojnë e përshtasin veten në varësi të situatës se si do marrin tregjet. Pra, nëse do kemi një luftë reale në ditën vijim mes këtyre dy shteteve, në kushtet kur siç ju e kishit paraqitur në grafik dhe në spot, kemi disa konflikte të hapura pak a shumë në atë zonë. Normalisht kjo vetëm e përkeqëson situatën. Mos harrojmë që kemi 2 vite apo 3 vite që ekonomia botërore është e përfshirë nga rritja e çmimeve të energjisë, nga lëndët e para, për shkak të luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. Tash shtohesh, ndërkohë që ka 1 vit e ca, 2 vjet që kemi edhe këtë konfliktin në Gaza mes Izraelit, shtimi një vatre tjetër lufte, normalisht kemi edhe frikën për Tajvanin, mes Kinës dhe Tajvanit. Pra janë disa vatra që janë goxha të rëndësishme nga pikpamja gjeopolitike dhe gjithçka bëhet për pushtet, bëhet për ta agjentët kryesor, pra të G7-s, agjentët kryesor që dominojnë edhe tregtinë ndërkombëtare. Kina, Shtetet Bashkuara të Amerikës, e Kush pritet të jetë skenari më i keq i mundshëm? Të ketë përtej rritjes së çmimit të naftës, ketë ndonjë krizë furnizimi? Ashtu siç e thash, në aspektin financiar, problemi kryesor është nafta. Pse është nafta? Sepse duhet kuptojmë që gjiri i Hormuzit, pra vendi ose pellgu, ngushtica e Hormuzit, pellgu nga ku vjen pjesa më e madhe, një pesta e eksportit naftës në botë, por edhe 1/3 e naftës që transportohet nëpër Britanijeve, sepse duhet kuptojmë që Arabia Saudite është gjiri, pjesa e Dubait, zona aty,
është gjiri ku alokohet e gjithë prodhimi naftës që vjen nga Katari, nga Arabia Saudite, nga qofse dhe ka një ngushticë aty, hunda që është Omani me atë. Nëse Irani, duke përshkallëzuar luftën, fillon të luftojë aty, sepse është një pikë shumë nevralgjike aty, sa do të përpiqesh ta mbrosh, është e pamundur ta mbrosh dhe kjo përfshin edhe vende të tjera në luftë. Pastaj nëse keni vënë re, thirrjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë qenë shumë qarta, i kanë bërë thirrje Iranit që ne nuk kemi të përfshirë, jemi distancuar, ju lutem, kanë bërë thirrje, çuditërisht edhe Kina, pra kanë qenë gjithë një unison, sepse ai lloj fluksi i madh i naftës është një lëndë e parë që përdor gjithë industrisë, si për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për Kinë. Edhe Kina sot kishte dalë Ministria e Jashtme në thirrje për të qetësuar gjakrat dhe për të parë zgjidhje të mundshme diplomatike, madje janë vetë ofruar për të ulur tensionet. Kështu që kjo është arsyeja kryesore dhe në momentin që impaktohet nafta, automatikisht impaktohen gjithë industritë, sepse për shembull Kina e përdor shumë në prodhim, në pjesën e prodhimit të mallrave të konsumit dhe kjo do impaktojë gjithë tregjet e mallrave të konsumit. Shtetet Bashkuara të Amerikës e përdorin në anën tjetër në industri. Po kemi problemet e tjera, për shembull, një pjesë e mirë e agjensive të fluturimit kishte devijuar rrugët e tyre dhe kjo rrit kostot e tyre. Aksionet e aviacionit nëpër bursa kanë pësuar rënje, pikërisht sepse pritet që kostot e lëndëve të para të jenë më të larta. Pra, e impakton nafta, impakton çdo, ka një farë efekti katarak mbi çdo lloj sektori. Në këto ekonomitë të mëdha është goditja më një herë. Në ekonomitë vogla, në dukje të parëndësishme kundrejt oqeanit të madh dhe i quhet ekonomi globale, kur i ndjejmë në efektet? Edhe ne i ndjejmë efektet sepse është pak a shumë teoria valës, domthonë ato rrafët e valëve kur ju hidhni një gur në një liqen, normalisht rrafët vijnë duke u shpërndar hap pas hapi. Kështu që edhe ne e ndjejmë tek mallet e konsumit kryesisht. Pra rritja e çmimeve të mallrave të konsumit, mendoj që do jetë efekti kryesor. Nga gjithë ato elemente që kishin rreshtuar, unë mendoj që nuk do ketë një impakt direkt në investimet e huaja direkte, sepse ne nuk është se kemi investitor të mëdhej që vinë nga zonat gjeopolitike të luftës. Klima e përgjithshme bën që edhe ata investitorë të cilët e kanë mund ta ketë fokusin të tërhiqen, të presin qetësimin. Edhe kjo jo domosdoshmërisht, sepse edhe nga pikpamja gjeografike ne jemi larg kësaj vatre. Shqipëria është larg kësaj vatre. Po jemi afër Ukrainë, Rusi për shembull, ose duke qenë brenda, sepse është pjesë e një konflikti që nuk ndodh vetëm. Gjithsesi, unë nuk mendoj që të investimet e huaja direkte do ketë në lidhje, nuk është se kemi pas në influks investimet. Rritja e çmimeve të naftës absolutisht do ndikojë, është gjëja e parë kryesore do ndikojë, por edhe mallet të konsumit, sidomos pjesa e importit nga Kina, normalisht produkti që vjen nga Bashkimi Evropian e tjerë mund të pësojnë për shkak të industrisë, për shkak të rritjes të çmimeve të energjisë, sepse nafta impakton edhe energjinë, duam apo s'duam, sepse në momentin që shtrejtohet nafta, të gjithë operatorët tentojnë ta zëvendësojnë naftën me mall tjetër që është gazi etj. Dhe kjo rrit çmimet e energjisë në efekt katarak në gjithë zinxhirin e saj. Çfarë mund të bëjmë ne në këto kushte? Besoj që të gjitha vendet tani janë duke menduar çfarë do bëjnë. Ne jemi një aktor pothuajse i papërfshirshëm në tregtinë ndërkombëtare, edhe në vendimarrjen gjeopolitike ndërkombëtare. Në vendimarrjen lokale për të mbrojtur shtresat që preken direkt nga rritja e çmimeve? Unë nuk mendoj se Shqipëria ka ndonjë gjë për të bërë, sidomos në arenë ndërkombëtare janë radhë para si bëhet. Jo, nën kuptoj janë pjesën lokale. Në pjesën lokale unë personalisht nuk është se shoh ndonjë, sepse këto janë efekte anësore që vinë në formën e valve, vinë të amortizuara, vinë me vonesë, thash unë pres që ndikimi të jetë vetëm tek rritja e çmimit të naftës. Po dhe rritja e çmimit të naftës, mos harrojmë që sot barila ka qenë diku ke $68, ka shkuar $73 në bursa, ndërkohë që ne kemi qenë para 4-5 vitesh dhe me $110. Në 2008 ka qenë $120. Pra, do të thotë që ne kemi mbijetuar edhe rritje të çmimeve. A mund të bëjë diçka qeveria? Unë nuk mendoj. Qeveria po të dojë të bënte, duhet ta bënte me akcizën, duhet të ketë brash ky debati i famshëm që pse nafta është shumë e shtrenjtë në Shqipëri etj. Se janë taksat e sigurta, është një element që nga pikpamja e administrimit tatimor qeveria vjen më kollaj nëpërmjet naftës, ndërkohë që tek çmimet e ushqimeve këtu fillon diskutimi pse kujtohemi gjithmonë sa herë kemi kriza për të folur për bujqësinë dhe prodhimin vendas. Ne kemi pas goxha rritje të çmimeve në 2-3 vjet e fundit dhe kjo na ka ardhur kryesisht për shkak të influksit të madh edhe të turizmit, përveç, pra, kjo ishte faza e parë Ukraina. Tregjet, problemet me lëndët e para, drithrat e me radhë. Më pas ne kemi pas në 2 vite fundit sidomos, kemi pas rritje të çmimeve për shkak të rritjes së kërkesës nga turizmi. Kemi turizëm të jashtëzakonshëm në këto
Pra, relativisht të lartë për frymë krahasuar me përpara, këto kanë rritur çmimet dhe kjo ndihet lehtëshëm nga secili familjar që konsumon në përditshmëri. Pra, këto janë problemet kryesore me të cilat përballemi ne. Rritja e naftës ndoshta do shtrejtojë një çik pjesën e naftës dhe konsumit, por mos harrojmë që transporti, trafiku vazhdojnë të gëlojnë Shqipëri. Ne jemi vend që mirë problemi që kemi pas me trafikun dhe me makinat, me numrin e lartë makinave që kemi vetë si vend, po tashmë na janë shtuar edhe turistët, tashmë janë shtuar makinat me qira. Pra ti mendon që çdo impakti krizës mundshme ne amortizojmë i bërë gati mundaj krizave? Sepse xha jemi në nivelin e çmimeve të larta, kjo është ideja. Nuk është se ne ishim nëse duhet bën diçka, qeveria normalisht do nxjisë konkurrencë me operatorëve, sepse në shumë sektor kemi tregje pothuajse oligopolistike nga pikpamja e tregut me shumicë, për atyre që importojnë me shumicë, dhe normalisht çmimet pak a shumë janë fiksuara. Me marrëveshje ose pa marrëveshje, kjo pak rëndësi ka. Dihet që pak a shumë çmimet aty rrotullohen, sidomos mallat e importit. Dhe normalisht këto malla importit do vinë akoma duke u shtrejtuar në vazhdimsi nëse vazhdon konflikti në vatat e nxehta. Një ndërhyrje, le të themi, rezervat federale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Banka Qendrore Europiane, euro kishte filluar një rënje shumë të fortë që ditën e sotme, sipas kursit Bankës së Shqipërisë. Do të ka filluar të ndihet efekti psikologjik të pastë. Është efekti psikologjik, pra, sepse ka të bëjë me industrinë. Nafta impakton direkt tregjet e elektricitetit, pra tregjet e energjisë. Dhe kjo është një element jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Europa u dojq në thojza nga lufta mes Rusisë dhe Ukrainës. Patën pësuan faturat jashtëzakonshme të rritjes energjisë, sepse në moment që u pre një ndër burimet kryesore që furnizonte sektorin energjetik, siç ishte gazi, ata u detyruan të pagunin kosto shumë të larta dhe nuk patën mbrojtje, skema mbrojtëse për qytetarët, no? Pra duhet të kuptojmë këtë pjesë që është element shumë i rëndësishëm. Dhe për këtë arsye, tashmë çdo lloj vatre që mund të impaktojë sektorin energjetik, produktet energjetike, një far paniku, po themi qytetarët. Megjithatë, nëse shohim tregjet e aksionave që janë një treg pak më indirekt, ka reaguar me maturi gjykoj. Kemi pas një farë rënje diku ke 1 deri në 2% në varësi të tregjeve, por ama përsëri investitorët institucional janë duke pritur reagimin e operatorëve në tregun gjeopolitik. Pra, do vazhdojë ky konflikt, do qetësohen gjakrat, do kemi një marrëveshje diplomatike për qetësuar situatën apo jo, dhe pastaj do marrin vendimare. Pra, unë mendoj që jemi akoma në fillimet, le të shpresojmë për mirë, le të shpresojmë që do ketë një marrëveshje, po themi, mes aktorëve politikë. Para se të reagojë Irani, sepse ka njoftuar një hakmarrje. Sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin pothuajse në një marrëveshje, po arrin një marrëveshje me Iranin për çështje nukleare. Kjo sulm ka bërë që kundërreagimi që ka ardhur nga pala e Iranit është që ne do kundërpërgjigjemi në formë hakmarrje. Jam dakord, unë nuk jam ekspert i sigurisë, por pyetja që do bëja normale mund të bëjë çdo qytetar, a është në gjendje Irani për të kundërreaguar? Sepse është momenti e tij më të dobët. Artan Gjergji, ishte kënaqësi që të kisha në Business. Kënaqësi është gjithmonë ime. Vijojmë të dashur miq me zhvillimet e ditës për shkak të mos realizimit të shpenzimeve në 5 muajt e parë të këtij viti dhe për të mbështetur me fonde shtesë sigurinë digjitale dhe sektorin e bujqësisë, qeveria ka rishikuar për herë të dytë brenda vitit buxhetin e shtetit akti normativ ka hyrë në fuqi pasi është publikuar në fletoren zyrtare. Lidhemi me kolegun Mario Brakaj. Qeveria ka rishikuar për të dytën herë buxhetin e këtij viti, pothuajse të gjitha institucioneve ju janë hequr fonde. Këto para i kanë kaluar mbrojtjes nga sulmet kibernetike, bizneseve të vogla dhe projekteve të mbështetura nga Bashkimi Evropian. Rishikimi vjen si nevojë për të garantuar përdorimin sa më efikas të fondeve publike, që erdhi pasi analiza të kujdesshme që u bën në lidhje me performancën 5-muajore të ecurisë së zbatimit të projekteve, si dhe të vlerësimit të pritshmërive për realizimin e mëtejshëm të tyre. Volumi i fondeve të përgjithshme që parashikohet të alokohen dhe të rialokohen llogaritet në rreth 11.8 miliard lek dhe fokusi do të jetë në mbështetjen e sektorëve prioritar, por edhe në nxitjen e mëtejshme të investimeve publike. Për gjysmën e dytë të vitit, më shumë para në dispozicion do të ketë Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Fondet në dispozicionin e saj janë zgjeruar me mbi 965 milion lek në raport me rishikimin e fundit të buxhetit në fund të prillit. Qeveria ka rritur gjithashtu me 570 milion lek buxhetin e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, nga më pak se 1.8 miliard lek. Me ndryshimin e buxhetit në 29 prill, buxheti SPAK është rritur në mbi 2.3 miliard lek. 1.5 miliard lek janë shtuar Fondit Shqiptar të Zhvillimit, ndërsa gati 5 miliard lek qeverisjes digjitale. Rialokim të kursimeve të evidentuara në masën 5.6 miliard lek, me qëllim për të siguruar forcimin e sigurisë digjitale dhe mbështetjen e rritjes ekonomike të qëndrueshme, përmes përmirësimit të infrastrukturës kombëtare.
miratimin e një skeme të re garancie sovrane për sektorin e bujqësisë, në vlerën rreth 3 miliard lek, me qëllim rritjen e aksesit në financë kryesisht në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, por edhe krijimin e kushteve për rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe konkurrenshmërisë, rishpërndarjen e disa fondeve të brendshme në kuadër të përmirësimeve në teknologjinë e informacionit në administratën publike. Në fakt, sektorit bujqësor i janë hequr 21 milion lek. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe ajo e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit janë dy institucionet e tjerë që janë hequr më tepër para, respektivisht 4.9 dhe 4.5 miliard lek. Më pak para për gjysmën e dytë të vitit do të kenë edhe Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, ajo e Drejtësisë dhe Evropa e Punëve të Jashtme. Pavarësisht këtij rishikimi, një element i rëndësishëm për t'u theksuar është se deficiti buxhetor mbetet i pandryshueshëm në nivelin 68.1 miliard lek dhe si rrjedhim buxheti publik nuk ndryshon. Ministria e Financave do të vijojë të sigurojë konsolidimin fiskal, qëndrueshmërinë e financave publike, si dhe stabilitetin makroekonomik në tërësi. Me ndryshimet e buxhetit të rritur në 4.2 nga 3 miliard lek që ishte fondi rezerv i buxhetit të shtetit. Mario, a ka qenë rishikimi i fondeve dhe rishpërndarja për të mbështetur ato sektor të konsideruar prioritar nga qeveria? Jo, nuk janë sektorët prioritar ata të cilët janë mbështetur me rialokimin e fondeve në vlerën e 11.8 miliard lekëve në aktin e fundit normativ, por në fakt pjesa më e madhe e parave, 5.6 miliard lekë kanë shkuar për sigurinë kibernetike, për mbrojtjen ndaj sulmeve kibernetike dhe në fakt kjo është në kuadër të hartimit strategjisë së re 2025-2030 të AKSK, Agjencia Kombëtare e Sigurisë Kibernetike, e hedhur vetëm pak ditë më parë edhe në fletoren zyrtare, publikuar në fletoren zyrtare, kështu që pjesa më e madhe shkon për sigurinë kibernetike, sigurisht që është një sektor shumë i domosdoshëm, veçanërisht pas sulmeve të ndodhura në verën e vitit 2022, rënja e shtetit digjital, por edhe rënja e sistemit TIMS, por nuk mund të konsiderohet si sektor prioritar, ndërkohë që tek sektori bujqësor, që në vetvete është një sektor prioritar, në fakt kemi një rialokim brenda zërave të Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, por nuk kemi një rritje, përkundrazi kemi 21 milion lek më pak për sektorin bujqësor krahasuar me aktin normativ të 28 prillit, para të cilat do të mungojnë nga zëra si ujitja dhe kullimi, ndërkohë që kemi një rritje të fondeve në dispozicion me 3 miliard lek për zërin e investimeve dhe mbështetje financiare për sektorin bujqësor. Pra janë fermerët cilët do të aplikojnë në skemat mbështetëse, përveç se sa asaj të mbyllur në 30 maj ndjes për mbështetje në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë, do të kemi edhe një skem të re mbështetëse e cila pritet të çelet në ditët e para të korrikut dhe këto 3 miliard lek do të shkojnë pikërisht për këtë skem. Ndërkohë që pjesa tjetër e parave i hiqet Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Evropës dhe Punëve të Jashtme, pothuajse të gjitha institucionet në nivel qendror kanë pasur një rënje të fondeve në dispozicion, do të kenë tepër para për të investuar në gjysmën e dytë të vitit, ndërkohë që këto para do të shkojnë për bizneset e vogla dhe programet në kuadër të planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Pra, janë ato programe të cilat një pjesë e parave financohen nga Bashkimi Evropian dhe një pjesë tjetër nga Qeveria e Shqipërisë, kështu që këto para do të shkojnë për të kompensuar atë pjesë, le të themi, që mungon nga financimi që jep Bashkimi Evropian për programet. Duke pasur parasysh se arsyeja kryesore e shikimit të këtij buxheti ishte mos realizimi i investimeve publike me shumë gjasë, deri në fund vitit do të kemi ndonjë tjetër ndërhyrje. Ne kemi një nivel relativisht të ulët të investimeve publike, kjo ndikuar edhe nga fushata elektorale, kodi zgjedhor për 11 maj, njësër investimesh planifikuara u pezulluan ose u shtyn për shkak se binin ndesh me kodin zgjedhor, prandaj dhe plani investimeve është në nivelin 45%, ndër nivelet më të ulta që ka qenë donse edhe përgjatë viteve të mëhershme elektorale, nëse do ta krahasonim me 2021-shin, me zgjedhjet vendore, nëse do ta krahasonim edhe më herët, nëse do të ktheheshim pas në kohë, kemi një plan realizimi në nivelet shumë të ulta. Duke qenë se parat kanë tepruar dhe Ministria e Financave planifikon që deficiti buxhetor me gjithë realokimet të mos e kalojë nivelin e 68.1 miliard lekëve, që do të thotë një nivel relativisht i kënaqshëm, po mund të themi që në fund vitit, ashtu siç patëm edhe për 2024-ën, patëm në fund vitit, ndoshta mund të kemi edhe në shtator, por do të kemi një rishikim ku përgjithsisht pritet që të mbështeten shtresat më në nevojë, ku pritet edhe një pako ndihmëse edhe për pensionistët, por edhe kategoritë e tjera përfituese të pensionit. Mario Brakaj, të falenderoj për gjithë informacionin.
Euro ka pasur një rënje të fortë në tregun e këmbimit duke reflektuar pasigurinë e tregjeve globale si pasojë e sulmeve të Izraelit mbi Iran. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, moneda europiane ka zbritur në 97.8 lekë, ndërsa dollari është gjitur në kuotën e 84.9 lekëve. Por për më shumë ndikim pasqyrën me vlerat e shkëmbimit të monedave. Ky është A2 Business për sot. Mirupafshim bashkë.